një status ti në Facebook, me sa e di, që tha se ajo nuk është aty për na imponuar zgjidhje. Gjithë po sillen rreth një qarku vicioz në vështrimin tim. Nuk besoj se zonja Albonina Agji është problemi kryesor që ka ndarë partitë politike në vota për të mos u konstituu kuvendi, por kanë shkuar në këtë fazë deri aq larg, saqë asnjëra as pala tjetër nuk po dëshiron që ta ngrit flamurin e bardhë figurativisht, po insiston për trofe para publikut. Dhe nga presidenti Osmani nuk pres kur një gjë, me thonë drejt, përpos një dite që do ta evidentoj një takim protokolli midis partive politike, një përsëritje e skenave teatrale politike të atyre qëndrimeve që tashmë i dim që i përfaqësojnë partitë politike për situatën në kuvend. Zgjidhjen e madhe duhet ta presim prej gjykatës kushtetuese. Nëse e njëjta do të përgjigjet në kërkesën që çoi AK me mbështetjen e deputetëve të tjerë të PDK-s dhe të LDK-s, po. Zgjidhja reale, praktike, do të pritet nga kushtetuesja. Nëse kushtetuesja do të vendosë, unë besoj që do të përgjigjet për ta interpretuar situatën. A mundet që partia e parë pafundësisht ta nominoj të njëjtin kandidat për të mbajtur situatën e bllokuar? Njëjtë besoj një paralele, asimetri do të rriqet, sikur që ka qenë edhe me qeverinë e Kosovës. Është abuzim të insistohet kur nuk e votat në kuvend që ta dikton partia parë vullnetin politik për parti tjera, që votohet një kandidat. Është abuzim, sepse ata kanë drejt kushtetuese të shprehin mendim politik. Përkundër, dhe çaj ku jem tash,